Episodi sotëm nis me një rrëfim të dhimbshëm që Sadakati i bën djalit të saj Xhianit. Me zemër të thyer, ajo i tregon se si kishte mbetur shtatzën me Exmelin, por ai e kishte refuzuar në mënyrën më mizore. Jo vetëm kaq, por sjellja e tij kishte shkaktuar edhe një aksident tragjik, ku Sadakat kishte rënë nga shkembi dhe kishte rrezikuar jetën. Exmeli e kishte braktisur pa mëshirë, duke i thënë se do të martohej me një vajzë tjetër, duke lënë Sadakatin të përballej e vetme me dhimbjen dhe pasojat e asaj dashurie të shkatruar. I tronditur, Xhiani e pyet nëse babai i tij ishte në dieni se Borani ishte në të vërtetë djali i Exmelit. Sadakati përgjigjet se po, ai e dinte të vërtetën dhe pavarësisht kësaj, e kishte dashur Boranin si fëmijën e tij, edhe pse në realitet ai ishte nipi i tij. Duke parë dhimbjen e thellë të nenës së tij dhe barrën që ajo ka mbajtur për vite me radhë, Xhian e përqafon në një moment të mbushur me emocione, ku e shtja flet më shumë se çdo fjalë. Shahini zbulon se Sadakat kishte urdhëruar vrasjen e Exmelit në spital dhe i mbushur me zemërim shkon t'i kërkojë llogari asaj, por aty ai përballet papritur me Xhianin, i cili i drejton armën dhe i kërkon prerë që të mos guxojë t'i kërkojë llogari nenës së tij Sadakatit, por t'i kërkojë babait të tij Exmelit për poshtërsitë që ka bërë. Ky reagim i ashpër e habit Shahinin, ai e pyet Xhianin se pse dikur e kishte mbrojtur babain e tij Exmelin, kur kishte pasur gjithë këto arsye për ta urryer. Xhiani përgjigjet me fjalë të rënda duke thënë se tani është penduar thellë që nuk e la të vdiste. Në atë moment, Nare përpiqet të qetësojë Xhianin, e tronditur edhe vetë nga shpërthimi i tij i papritur, e habitur nga ky reagim i fortë, ajo kupton se diçka brenda tij ka ndryshuar rrënjësisht. Shahin largohet, por jo pa lënë pas fjalët e tij të rënda. I thot Nare se gjithçka që po ndodh është si pasojë e familjes së saj të pamëshirshme. Pas largimit të Shahinit, Nare e pushtuar nga zemërimi dhe dhimbja, merr armën e njërit prej rojeve dhe ja drejton nenës së saj, duke akuzuar si një grua mizore. Tensioni arrin kulmin dhe gjithçka duket gati të përfundojë në tragjedi. Por Xhiani del përpara, pa u menduar dy herë. Ai përpiqet ta ndalojë, duke ja kapur armën dhe duke i thënë se duhet të qëndrojë pranë nenës së tij, jo t'u besoj fjalëve të një burri të poshtës si Exmel. Megjithatë, Nare nuk të riqe dhe vazhdon të insistojë për ta vrarë, e verbuar nga zemërimi. Në një moment vendimtar, Xhiani merr armën nga duart dhe i kërkon Ozganit që ta largojë Naren nga aty. Teksa largohet, Nare e paralajmëron Xhianin me fjalë të rënda. Një ditë jeta e tij do të shkatrohet, pikërisht nga nena e tij Sadakati. Duke parë këtë skenë tronditse, Alia e shokuar dhe e lënduar thellë, i drejtohet Sadakatit. Ajo pyet se si është e mundur që po shkatron jo vetëm jetën e të tjerëve, por edhe jetën e vet, fëmijëve të saj. Alia thekson se këto skena të rënda po ndodhin, madje edhe në praninë të djalit të saj, Xhian Denizit, dhe për te kjo është krejtësisht e papranueshme. Sadakati nuk përgjigjet drejt për drejt akuzave të Aliës. Në vend të kësaj, ajo i drejtohet Xhianit, duke i kërkuar prerë që të ndalojë gruan e tij dhe t'i jap fund këtyre akuzave. Shahini i rrëfen Exmelit se Xhiani është bërë pishman që e ndihmoi të shpëtonte nga vdekja. Këto fjalë japin Exmelit mundësinë që të përfitojë nga situata. Ai nis të nxjisë urrëtie tek Zerin, me qëllim që të mbush me mbledh dhe të kthej kundër Kajës. Nga ana tjetër, Kaja e telefonon Xhianin, i acaruar dhe i tronditur duke e pyetur se si është e mundur që nena e tij Sadakati ka urdhëruar vrasjen e Exmelit. Xhiani përpiqet ta qetësojë dhe i kërkon të mos e paragjykojë nenën e tij, pa ditur të gjithë të vërtetën. Xhiani e purdhër që Zeynep të largohet nga konaku i tij dhe i premton se do ta ndihmojë të rifillojë një jetë të re. Zeynep e lehtësuar dhe e lumtur që nuk do të kthehet në shtëpinë e prindërve të saj, ku e priste vdekja, e falenderon Alien me gjithë zemër për ndihmën dhe mbështetjen që i ka dhënë. Nga ana tjetër, Alia e sheh largimin e Zeynepit si një shenjë shprehse dhe për veten e saj, një mundësi për t'u arratisur dhe për të nisur një jetë të re së bashku me Xhian Denizin. E vendosur, ajo nis të kërkojë fshehtas për një shtëpi. Ky veprim nuk i shpëton vëmendjes së Mines, e cila e vëre në eshtje gjithçka që po ndodh, e bindur se Alia po largohet përfundimisht nga jeta e Xhianit. Mine ndjen kënaqësi dhe gëzim, duke besuar se më në fund rruga e saj është e lirë. Nare, duke e parë Mine në vendin e punës së Xhianit, vendos t'i flas hapur. Ajo i thot prerë se duhet të heqë dorë prej tij dhe të largohet,
sepse nuk ka më vend për te në jetën e tij. Por Mine nuk të riqet, ajo këmbgul me bindje se një ditë do të jetë pranë Xhianit dhe se askush nuk mund ta ndryshojë këtë fakt. Përballë kësaj Nari i përgjigjet ashpër, duke i thënë se duhet të ketë frikë nga e vërteta. Vëllai i saj Xhiani do të bjerë në dashuri me Alien, këto fjalë lën Minen të tronditur, ndërsa përplasja mes tyre paralajmëron një përballje edhe më të fortë në vazhdim. Xhian nga ana tjetër mbledh Dilaverin dhe njofton qetësisht se Zeynep do të martohet me njeriu që ajo ka zgjedhur dhe se duhet ta respektojë dëshirën e vajzës së tij pa i hapur probleme më vonë. Pas këtij vendimi, Dilaveri megjithse në pak tronditje, e pranon vendimin dhe tregon gatishmëri për ta mbështetur vajzën në zgjedhjen e saj. Ndërkohë Alia, e lumtur dhe e qetë, e sheh këtë si një sinjal të qartë se Xhian po e mbështet Zeynepin në rrugën e saj drejt një jete të lumtur. Xhian kërcënon Demirin duke i bërë të qartë se nuk duhet të ndryjë në provat e reme gjatë gjyqit të Kajës. Tensioni mes tyre është i lartë dhe situata shkon drejt një përplasje të drejtë për drejtë. Papritur Alia e gjen veten duke ndihmuar Xhianin në këtë moment të vështirë. Së bashku ata arrin të mbyllin Demirin në një nga dhomat e spitalit ku ajo punon, duke izoluar dhe duke siguruar që nuk mund të ndryjë në skemën që po përgatit. Ky akt bashkëpunimi afron edhe më shumë dhe tregon vendosmërinë e tyre për të mbrojtur të vërtetën dhe dashurinë e tyre. Në seancën gjyqësore, Kaja përballet me akuzat kundrejt tij dhe tensioni është në kulm. Papritur, Zerrin dëshmon kundër Kajës, edhe pse dëshmia e saj e rreme e lëndon dhe e trondit Kajën, situata merr një kthes dramatike. Sadakati i acaruar dhe e shqetësuar i kërkon gjykatësit të veprojë duke argumentuar se Zerrin po gënjen dhe po manipulon të vërtetën. Por menjëherë pas kësaj vjen një video nga një dëshmitar anonim që shfaq qartë situatën. Kaja po thotë të vërtetën dhe se Sedat ishte ai që po e përndishte Zerrinin dhe kishte tentuar të vriste Kajën. Pas këtij zbulimi, Sadakat ndihet e lumtur dhe e lehtësuar. Më në fund, djali i saj del i pafajshëm dhe e vërteta triumfon mbi manipulimin dhe rrezikun që kishte rrethuar gjatë gjithë kësaj kohe. Exhmeli acaruar dhe i humbur nga lajmi se Kaja ka dalë i pafajshëm, nuk mund ta pranojë. Ai fillon të përgatitet për akmarrje dhe nis të bëjë plane të tjera me bashkëpunëtorin e tij Demirin për të rikthyer kontrollin dhe për të ndëshkuar ata që rrezikuan planet. Xhian dhe Alia së bashku me vogëlushin Denizin shkojnë në ceremoninë e dasmës së Zeynepit, ku Xhian dhe Alia janë dëshmitarët e dasmës dhe ndjejnë pjesë e ngjarjes me gjithë zemër. Alia vërej me kënaqësi se sa i lumtur është Deniz pranë xhaxhait të tij Xhianit, duke ndjerë një atmosferë ngrohtësie dhe bashkësie. Gjatë ceremonisë, në një moment kur Xhian po performon dhe këndon, Alia ndjen një ndjesi të papritur të brendshme. Ajo vendos që të arratiset menjëherë së bashku me Denizin drejt aeroportit, duke kërkuar të sigurojë një largim të shpejtë dhe të fshehtë. Megjithatë, Xhian njoftohet menjëherë për këtë ngjarje dhe situata bëhet urgjente, duke hapur një periudhë tensioni dhe aksioni, ku ai duhet të veprojë shpejt për të gjetur Alien dhe Denizin para se të largohen. Xhian bëri në aeroport dhe sheh Alien dhe Denizin duke u larguar, por këtë herë vendos të mos ndryjë dhe t'i lejojë të vazhdojnë rrugën e tyre. Sapo Deniz e sheh xhaxhain e tij, ai shkon menjëherë dhe përqafon me ngrohtësi, duke treguar lidhjen e fortë mes tyre. Ky reagim i të birit prekthell Alien, e cila kupton se vendimi i dur është të qëndrojë dhe të kthehet bashkë me Xhianin. Në një moment të ndriçuar nga emocioni dhe ngrohtësia familjare, Alia, Xhiani dhe Denizi kthehen së bashku për në konak, duke rigjetur bashkimin dhe sigurinë e tyre. Faleminderit që na ndoqët. Na tregoni mendimin tuaj për episodin e sotëm.